që unë e ku menoj diaspora gabon mas shumë të në investime. Për menimin tem, nashta edhe jem gabim, kur në shumica pineve si dalëm jashtë senin e parë që ka e bojnë është me mujtë mi bodo parë dhe me investu në kapital vdekun. Qka është kapital i vdekun? Nëse ti shkon blen kerë, mas i keruj dhe pare shumë të shtrejt, pa nevoj. Kjerë gjithmonë kam i hu vlera. Shkon blen banes, nashta s'ke pas nevoj me ble, shkon blen. Po shumica për njerëzve ka njerë edhe rejthi ja u imponon me ble sene në Kosovë, ose në Shqipëri, ose ku t'jën, pa nevoj heq se tani familjarët me njerë kanë mjanis me folë që ti që sa e dal jashtë, halas mujtë me bo kurgjo, qëre filani e bani qëta, qëre filani e bani qëta, edhe ti të shtyna e për mrena, hej, t'jam sheljo në gojen, të punoj si qeni, 2-3 puna, veç bleja ti diçka që ata mos me mujtë me folë. Që kjo është gabimi maj madh që e bojnë ana si daljum jashtë. Ndrojeshit mentalitet, besëm që kimi apo hojrin. Në 2017, për 100 shpi për mas, ti kisha ngu shumë familjarët mi, unë sot nuk e kisha. Hala kisha jetu me një banes, ku kum jetu me thëmija të dhe me gru. Po, e kum ble që ta $150,000, edhe sot mi bon $320,000. Shumica më bëj që po ti duesh me ble diçka një herë në Kosovë, sa i së zhven jetë. Unë e qëtu jem të jetu. Unë e qëtu jem të jetu 11 mujtë, 1 vjetë, ka një herë edhe 2 vjetë nuk shenë Kosovë. Unë s'moj me jetu me një qymez dikun, edhe veç me ble një banes në Kosovë që atje me lomë ma hangër marimonvet. Jo, edhe kum investu, edhe mu ka bo shpia duplo. Kum investu edhe në biznes, nuk kum bleja pet kush në Kosovë, pse kum dash me kanë shef i vetës tem, nuk kum bash me shku me punu në për fabrika ose për dikën tjetër. Kështu që ndroje mentalitetin, mos i nga familjarët e tu rrethin të në qka thuj, nga je vetën tanë edhe këqyr ku po të bjen ty ma mirë me investu, që aty ki me pa vetën edhe nëse ki potencial vazhdan edhe për para. Boje i forë që aty ku je, tani edhe kur të bash i forë që në Gjermani, së në Amerikës, ku t'jesh, bash i fort edhe në vend tanën, ki mundësi me ble edhe në vend tanën ma vonë. Mos harra ndjekum TikTok edhe në Facebook me t'njejtën emën, edhe ju përshëndes shumë, kaloni mirë.